Bashkia Shkodër ka nisur zbatimin e një nisme të re për sistemimin e tregtarëve ambulant, me synimin për të liruar trotuaret dhe hapësirat publike, duke krijuar njëkohësisht kushte më të mira për ushtrimin e aktivitetit tregtar. Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci zhvilloi një takim me administratorët e rajoneve të qytetit, ku prezantua modeli i ri tregjet e lagjeve pika e fshatarit, i cili parashikon vendosjen e pikave të dedikuara me tezga të lëvizshme në lagje. Sipas Becit, rreth 100 tregtarë që aktualisht ushtrojnë aktivitetin në trotuar do të sistemohen në këto hapësira të reja, ku do të mund të tregtojnë produktet e tyre pa pagesë dhe në kushte të organizuara. Secili nga administratorët do t'i komunikojë me fshatarët se ku do të jenë, do të mbajnë pastër vendin, do të jenë detyruar të zbatojnë rregullat që kemi, ne do t'i afrojmë pa pagesë tezgat dhe të kemi mundësi të kemi një qytet më të rregullt të merren me këtë punë në mënyrë që edhe t'i ofrojmë shërbimin që duhet fshatarëve, edhe dinjitos, edhe mundësisht ato pak të ardhurat që mund të kenë mundësi t'i marrin, por edhe të ruajmë rregullin dhe pasardhësinë e qytetit dhe mos shohim më të shtrirë nëpër tokë, trotuare. Modeli i ri synon të çlirojë trotuaret përkombësorët, të ofrojë fermerëve dhe tregtarëve një vend dinjitos për punën e tyre, të ofrojë produktet e freskëta pranë banorëve të çdo lagje dhe të rrisë standardet e pasardhësisë, rregullit dhe cilësisë në qytet. Kryebashkiaku theksoi se kjo është faza e parë e një transformimi që do të shtrihet gradualisht në të gjitha lagjet e Shkodrës, duke krijuar një model ku përfitojnë njëkohësisht qytetarët, tregtarët dhe vetë hapësira publike.